Komentu si thot këto situata ndodhin në të gjithë botën, por në Shqipëri publikohen. Ka fjalën për të situata e atyre gotave që kanë dhënuar atë gotën tjetër, thot në Shqipëri publikohen. Dhe kjo është një gjë shumë pozitive që publikohen, patjetër që këto situata ndodhin në gjithë botën. Unë po them, nuk është se po them që prindërimi ka dështuar vetëm në Shqipëri, ka dështuar në të gjithë botën, sepse njerëzit, domethënë, janë aq të papërgjegjshëm sa sjellin në jetë një fëmijë dhe nuk duan të dinë fare, as sa edukon, as ta kulturojnë, as kujdesen për to, thjesht mendoj se t'japësh që ka fshat bukë fëmisë atje dhe kujton se është duke prindëruar tjetri. Dhe ky vetëm prindërim që nuk quhet. Por ideja është më mirë që është publikohet në Shqipëri, sepse në këtë mënyrë domethënë sa më shumë të trajtohen si tema, më shumë do ndërgjegjësohen prindërit. E kupton ti? Kemi ardhur në një kohë ku sot nuk duhet t'i flasësh fëmijës, po duhet t'i flasësh prindit, sepse është prindi më i degeneruar se fëmia. A më kuptoni, me çfarë shikoj unë sot, prindërit janë jo të degeneruar, po janë skandalos fare. Po ju them unë një rast ju konkret. Ishte një para 5 vitesh, domethënë ishte një fëmijë që vinte dhe çollonte me gur te drejtarja e shtëpisë time. Dhe ka pa prindin e vet, domethënë pas një jave që mamaja kishte lënë fëmin atje, as nuk e dinte fëmia ku është fare, më kuptoni. Ai në lagje bonte rrëmuj, u binte xhamave me top, me gur, xhamave të pallateve etj. Dhe e ka pa mëmën e vetë dhe i thash, e di çam tha mëmëja e vet, tha pse s'erdhe tha ti te lokale, kupton ti, shkoja unë të ndiqja maman, ajo kishte lënë fëmijën më shirthatit atje, nuk e dinte fare nga kishte fëmijë dhe kjo thoshte mua hajde vit te lokali tip, se s'vjen ti te lokali ti të më thuash mua. A kupton ti ç'a prindi është ky me? Ky prind është me qenë shkollë edukimi prindi, jo fëmijë. Pra, e kuptoni sa skandaloze është situata. Pra prindërit janë skandal. S'ka prindër marr, prindërit janë degeneruar. Unë ja garantoj që 99% Shqipëri, flas Shqipëri, nuk flas për botën, po edhe në botë që janë, po flas për Shqipëri, duke qenë që jetoj në Shqipëri, 99.9% janë prindërit më të degeneruar se fëmijët. Nëse merr përballë prindin me fëmin, e ke prindin më të degeneruar se fëmia. Shkoja unë lokal, që shkoja asaj tjetrës lokal, sa ajo kishte dalë me kap në dashnor atje lokal dhe nuk e mfali për shpejt, nuk e lënte byllë nga kafja, e se dinte fare nga e ka fëmin, ta kapi fëmin, ta trafikoj dynjaja, ta vrasi, ta shtipin me fëmin, o e si bëshe fare për shtypja asaj tjetrës, që fëmia vetë shkonte silleshe vërdall atje, po ja të kalonte atje një makinë e trafikonte fëmin, e çonte për shitje organesh, ose e vriste shtypte makina rrugë. E kupton ti ça prindërimi, ça prindër shkasat? Edhe më thoshte, "Mos si erdhe ti lokal?" Po mi thash vetë një këtu me fëmin tonë. A kupton? Ça përgjegjshmëri janë, ta përgjegjshëm janë këto njerëz. Në gjithë botën duhet publikohen. S'ka prindërim valla. Këtyre prindërve duhet i merret fëmia moj, duhet i merret fëmia, duhet i mbyllet shkolla edukimi, pra duhet çojt prindin në edukim bashkë me fëmin. S'ka, nëse ti nuk dit prindëros, duhet merret fëmia. Shteti duhet marrë fëmin dhe ta edukojë në mënyrën e duhur. S'dini të prindëroni më valla, nuk dini të prindëroni, jo të prindëroni, po jeni në skandal. Më degenerat baba se fëmia, më degenerat nana se fëmia. Qa ku duhet të marrë i fëmi pastaj, skandaloze.